Sekretariati i Etikës në Kuvend ka vendosur përjashtimin me 60 ditë të deputetit Agron Shehaj nga pjesëmarrja në seancat plenare dhe mbledhjet e komisionit parlamentar. Vendimi u mor pas kërkesës së grupit parlamentar socialist, i cili e konsideroi këtë shkelje të rëndë veprimin e deputetit gjatë konsultimit të marrëveshjes UAS me Shtetet e Bashkuara për sektorin e mbrojtjes, dokumenti klasifikuar si konfidencial nga Kuvendi. Gjatë mbledhjes së sekretariatit etikës, përfaqësuesi i mazhorancës Ulsi Manja argumentoi se procedura është bërë e qartë paraprakisht nga kryetari i Kuvendit, sipas të cilës deputetët mund të konsultonin dokumentin vetëm në sallën e posaçme dhe ishin të detyruar ta dorëzonin atë pas përfundimit të leximit. Ishte shumë i qartë deklarimi i kryetarit Kuvendit dje që dokumenti është konfidencial dhe deputetët ftohen ta lexojnë sipas rregullave të përcaktuara në sallën Gerti Bogdani. Çka do të thotë secili prej deputetëve? Zoti Shehaj e pa gjithë publikisht, mori dokumentin, e nxori jashtë sallës Gerti Bogdani, po përsëri brenda mjediseve të Kuvendit. Ama deklarimi publik i kryetarit Kuvendit ishte që kjo marrëveshje do të lexohet në sallën Gerti Bogdani. Përjashtimi i deputetit u kundërshtua nga përfaqësuesit e opozitës, të cilët votuan kundër masës disiplinore. Ndryshe nga fjalët e shokut Niko, i cili na tha që kundrejt firmës së konfidencialitetit, ne mund të merrnim akt marrëveshje dhe ta konstatonim, të gjetëm një realitet krejt kundërt, kur jo vetëm që s'mund ta merrnim, po duhet vjeshim radhë vajguri edhe që 40 deputet për ta lexuar një nga një akt marrëveshje, gjë që s'është normale. Nuk ka qenë dokument sekret, por konfidencial, që ndryshon absolutisht në mënyrë absolute. Ndërkohë, sekretariati i etikës nuk shqyrtoi kërkesën tjetër të socialistëve për referimin e çështjes në progurinë e posaçme. Megjithatë, Ulsi Manja deklaroi se mazhoranca do të paraqisë vetë një kallëzim penal në SPAK, duke kërkuar hetimet e rrethanave të ngjarjes dhe të çdo shkelje të mundshme që lidhet me administrimin e dokumentit konfidencial. Në dijenin time do të ketë një referim të kallëzimit ndaj deputetit Agron Shehaj në organet e hetimit dhe të ndjekjes penale dhe të gjitha elementet e tjera që kanë të bëjnë me shkeljen e konfidencialitetit, me nxjerrjen e dokumentit jashtë asaj salle ku u përcaktua publikisht nga kryetari i Kuvendit për t'u lexuar, por edhe me veprimet që pasuan pastaj nxjerrjen e këtij dokumenti i takon organit hetimit që t'i zbardhe. Incidenti u shoqërua dhe me lëndimin e një punojëse të administratës së Kuvendit, e cila gjatë përpjekjeve për të ndaluar largimin e dokumentit u rrëzua në shkallët dhe pësoi dëmtime. Agron Shehaj ka të drejtë ankimoj vendimin e sekretariatit të etikës në byron e Kuvendit. Sipas procedurave parlamentare, masa disiplinore do të nisë të zbatohet me fillim të sesionit të ri parlamentar në muajin shtator.